Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum wa qtada bihadiyihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. E falenderoj Zotin fuqiplot, krijuesin, harmonizuesin e kësaj gjësie, të këtyre galaktikave, të cilat disa prej tyre i njohim e disa nuk i njohim. Ate i cili krijoi njeriu në formën më të përsosur, duke thënë: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur dhe më të përsosur. Përshëndetje tona të përzemërta ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve muslimane që pranuan kartën e shpëtimit, kartën La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qoftë gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në serinë tonë të re të ligjeratave, ku e kemi titulluar Zemra mes sëmundjes dhe shërimit. Një tematik me të vërtet shumë e nevojshme, e domosdoshme, e rëndësishme për të gjithë ne, në një kohë dhe në një periudhë ku po jetojmë në hijen e shumë sëmundjeve shpirtërore, ku po jetojmë në qatin e shumë viruseve të cilat na humbin nga rruga e drejtë, na humbin nga drita e vërtet, na nxin një zemër të cilën Allahu Azza wa Jall e krijoi të pastërt, e krijoi pa xhelozi, pa smir, pa mendjemallësi. Andaj, zemra me sëmundjes dhe shërimit është një seri e re e rëndësishme dhe tematike cila do të trajtoj jo zemrën si një organ në trupin e njeriut, i cili mund të studiohet në aspektin mjekësor dhe biologjik, por zemrën si një organ në trupin e njeriut, i cili mund të sëmurët në aspektin shpirtëror. Andaj, kur flasim për sëmundjet e zemrës, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, kemi për qëllim atë zemrë e cila mund të sëmurët në jetën e kësaj bote. Dhe si rezultat i sëmurjes së saj, njeriu shpërfaq mendime, shpërfaq sjellje jo të duhura në raport me palët e tjera në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye, si Islami, po ashtu edhe fejt të tjera, po ashtu edhe misticizmi, po ashtu edhe idet filozofike, i kanë trajtuar sëmundjet e zemrës në aspektin shpirtëror, jo vetëm në atë biologjik dhe mjekësor. Për këtë arsye, me sëmundjet e zemrës kemi për qëllim disa gjendje të brendshme, të cilat e errësojnë dritën e njeriut, e errësojnë jetën e tij, e errësojnë dritën e shpirtit të tij, e që pastaj e pengojnë njeriun të jetë i lumtur në jetën e kësaj bote, të gjej paqen me vetveten e tij dhe me të tjerët, të gjej paqen me Zotin, krijuesin e tij. Pra këto gjendje të brendshme, të cilat e fikën dritën e shpirtit të njeriut, e bëjnë atë të jetë i hutuar, të jetë i humbur në një rrugë që nuk e din se ku e ka daljen. Andaj është një errësirë e vërtet ajo zemër
që e kanë kapluar sëmundjet e ndryshme në aspektin shpirtëror. Dhe për këtë arsye, disa prej këtyre sëmundjeve të cilat janë dhe konsiderohen në aspektin shpirtëror, të cilat do t'i trajtojmë në të ardhmen, janë mendjemallësia, si sëmundje e rrezikshme e brendshme e zemrës, ku njeriu dëshiron të jetë më i larti, kurse të tjerët të jenë poshtë tij. Dhe do t'i mësojmë shkaqet që e sjellin këtë sëmundje të rrezikshme e që ka kapluar një pjesë të madhe të shoqërisë, dhe do të mësojmë edhe për metodat e shërimit. Gjithashtu do të mësojmë edhe për zilin, atë që quhet ndryshe inati dhe mosrahatia e njeriut duke i parë të mirat tek pala tjetër. Andaj në momentin që nuk e ka suksesin vetë, dëshiron që ta asgjësoj suksesin e të tjerëve. Dhe për këtë do të mësojmë shkaqet që sjellin zilin dhe gjithashtu edhe metodat e shërimit. Dhe gjithashtu sëmundjet të tjera të ndryshme dhe të ngjajshme, siç janë pasimi i epshit dhe i egos dhe vetpëlqimi, të cilat pra e sëmurin këtë zemër të shëndorë që krijoi Allahu Azza wa Jall në trupin e njeriut, e të cilat ka nevojë për rikujtim, ka nevojë për trajtim, ka nevojë për t'ju rikthyer ajeteve të Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe udhëzimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ta mbajmë të shëndetshme këtë zemër dhe kur të dalim para Allahut, të dalim vetëm me një zemër e cila do të na shpëton tek Allahu, që është zemra e shëndosh, siç tha Allahu Azza wa Jall, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Në atë ditë kur nuk do të bën dobi as pasuria e as evladi, por kush vjen tek Allahu me një zemër të pastërt dhe të shëndosh. Andaj zemra të nderuar vëllezër, çka është? Një pjesë e madhe njerëzve kur dëgjojnë fjalën zemër e kanë të njohur dhe të ditur, sepse për zemrën mund të flasim në shumë dimensione, si në aspektin mjekësor, por ashtu edhe filozofik, por ashtu edhe religjioz në kuptimin shpirtëror. Andaj, të flasësh në aspektin mjekësor për zemrën u takon atyre të cilët janë të thirrur në shkencën e biologjisë dhe të mjekësisë që të flasin për zemrën. Por edhe ne si njerëz të thjeshtë të cilët lexojmë çdo ditë dhe marrim informacione të ndryshme, e sa i përket zemrës kemi informacione të bollshme, pra në periudhën cilën po jetojmë, sidomos në periudhën e zhvillimit të teknologjisë dhe të rrjeteve sociale, kemi të dhëna të shumta që mund të marrim nga libra të ndryshme, e vrejmë që është mrekulli e papar çështja e zemrës. Zemra, të nderuar vëllezër, është organi kryesor në trupin e njeriut. Zemra është një muskull jo më i madh se sa grushti i dorës së njeriut, i cili qëndron nga ana e majt në gjoksin e njeriut, dhe studimi i këtij muskuli dhe këtij organi me të vërtet dëshmon se krijuesi absolut Allahu Azza wa Jall është krijuesi më i përsosur. Për shkak të rëndësisë, ndjeshmërisë dhe për shkak të përpikmërisë që e ka krijuar vetëm nëse e marrim këtë organ e që është zemra. Andaj ky organ dhe ky muskull në trupin e njeriut, që është qendra e sistemit kardiovaskular. Ky sistem, kjo qendër e sistemit kardiovaskular përfshin pra zemrën, anët e gjakut dhe vetë gjakun, pra anët e gjakut që janë arteriet dhe venat. Zemra, të nderuar vëllezër, në vija të trasha, sepse të flasim edhe në aspektin mjekësor, do të marr shumë kohë, mirë po në vija të trasha, zemra pra ka mallësinë e një grushti të njeriut dhe ndahet në 4 dhoma. E djathta, që përbëhet prej atriumi i djathtë dhe ventrikuli i djathtë, ku merr gjak pa oksigjen nga trupi
dhe pastaj e dërgon në mushkri për oksigjenim. Pra, e djathta, atriumi djathtë dhe ventrikuli djathtë, ku zemra merr gjak pa oksigjen dhe e dërgon atë në mushkri për oksigjenim. Dhe pjesa e dytë që është e majta, që i ka dy pjesë, e ka antriumin e majt dhe ventrikulin e majt, ku zemra merr gjakun e pasur me oksigjen nga mushkrit dhe e shpërndan në tërë trupin e njeriut. Në të njëjtën kohë mund të themi se zemra qarkullon, ose i ka dy forma të qarkullimit, qarkullimi i vogël i gjakut dhe qarkullimi i madh i gjakut, që janë të njëjta nëse spjegohen sikurse katër dhomat që i spjeguam, e djathta dhe e majta. Gjithashtu, të nderuar vëllezër, në çdo minutë zemra pompon dikun rreth 5 litra gjak, për të treguar se sa e rëndësishme është funksionimi i saj në trupin e njeriut, dhe mungesa e gjakut do të shkaktonte një rrezik të madh për jetën e njeriut. Dhe në fund rrahjet e saj quhen kontraksione apo sistole dhe relaksime apo diastole, e të ngjajshme informata të shumta madhështore që kanë të bëjnë me motorin kryesor në trupin e njeriut, e që është zemra. Dhe kjo zemër që është, tham, sa grusht apo më e madhe se sa grushti dora e njeriut, të nderuar vëllezër, ajo nuk e ka peshën e njëjtë tek fëmijët, sepse peshon më pak, kurse tek ata të cilët janë të rritur në moshë mesatare madhore, pra peshon e 250 deri në 300 gram, e tek ata të cilët janë të vjetër peshon pak më ndryshe, andaj pra të gjitha këto në vija të trasha tregojnë për një mrekulli që Allahu Azza wa Jall e ka krijuar në trupin e njeriut, e që është zemra. Kjo në aspektin mjekësor në një periudhë shumë të shkurtër dhe kalimthi, për të koncentruar në aspektin islam, ku zemra, të nderuar vëllezër, i ka disa kuptime në aspektin islam. Sipas Imam Gazaliut, fjala zemër përdoret pra në dy kuptime, e para si një organ, një muskull në trupin e njeriut, një copë mishi, dhe e dyta është një dhurim hyjnor, i cili ka lidhje me këtë zemër materiale, e që është esenca natyrore njerëzore. Është perceptuesi dhe njohesi tek njeriu. Është i adresuari, pra ai që i adresohet edhe urdhërimi edhe ndalimi. Urdhërimi për të bërë diçka dhe ndalimi për të ndaluar nga diçka. Është i kritikuari dhe nga ai i cili kërkohet, pra që ka lidhje me zemrën materiale. Gjithashtu, gjykatësi Ebu Bekr ibn el-Arabi thot, zemra është një pjesë e trupit, të cilën Allahu Azza wa Jall e ka krijuar dhe ka bërë njeriun, pra vend, dhe ka bërë për njeriun vend të dijes, arsyes dhe fjalëve e atributeve të tjera të padukshme. Pra zemra është një vend i dijes, i arsyes dhe i atributeve të cilat janë të padukshme. Ndërsa pjesa e jashtme e trupit është bërë si një vend i këtyre sjelljeve dhe veprimeve të cilat burojnë brenda zemrës së njeriut. Allahu Azza wa Jall thot e ka ngarkuar një melek i cili e ndriçon këtë zemër dhe e urdhëron njeriun nga puna e mirë. Dhe ajo dritë që Allahu Azza wa Jall e ka japur tek njeriu, pra e orienton tek puna e mirë. Dhe është një shejtan që e nxit njeriun në punën e keqe, që e errëson zemrën e tij. Dhe në momentin që errësohet zemra e tij, atëherë njeriu fillon që të bëjë veprime dhe dukuri negative të cilat nuk i don
Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, zemra sillet mes ideve të mira dhe ideve të këqija. Andaj, her anon nga melejku për mirë, her anon nga shejtani në veprime të këqija. Gjithashtu, në aspektin tonë islam, zemër mund t'i thuhet pra edhe mendjes. Pra zemra është burimi i mendimit. Sikurse që e kam potencuar një pjesë e madhe e dietarëve dhe filozofëve, duke argumentuar tek fjala e Allahut Azza wa Jall në surën Qaf në ajetin e 37, liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Tha, kjo është për atë që ka zemër, për atë i cili ka zemër dhe për atë që ka vesh të dëgjoj dhe është dëshmitar për këtë. Thot Imam el-Farra dhe Mujahidi në komentimin e këtij ajeti kuranor, thot se ai i cili ka zemër, që është e përmendur në këtë ajet kuranor, është për qëllim ai i cili ka mendje. Pra Allah Azza wa Jall ka quajtur zemrën mendje, për të treguar që burimi i mendimit dhe ideve tona është në zemër, pastaj mendja jonë dhe truri jonë i përpunon dhe i shfaq ato qoftë me fjalë, qoftë në aspektin e gjymtyrve. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në njërën prej ajeteve kuranore na tregon që zemra është e quajtur zemër për shkak të ndryshueshmërisë që e ka përgjatë jetës së njeriut. Allahu Azza wa Jall thot dhe thojnë dietarët e gjuhës, është quajtur zemra zemër li taqallubihi, pra për shkak të ndryshimit të gjendjes së saj. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Nur në ajetin e 37, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Dhe ata njerëzit do t'i friksohen një ditë kur zemrat e tyre dhe sytë e tyre do të rrotullohen dhe do të përmbysen nga tmerri dhe ndëshkimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, e emërtoi zemrën si një lloj rrotulluesi dhe ndryshuesi i gjendjes në momentin që ballafaqohet me gjëra të cilat janë të frikshme e sidomos në ditën e gjykimit. Andaj, pra, kjo është quajtur zemër për shkak se ndryshon gjendja e saj sipas rrethonave kohore, sipas gjendjeve të ndryshme që jeton njeriu. Gjithashtu transmetohet, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, thotë se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë, zemrat e bijve të Ademit janë të gjitha në mes të dy gishtave nga gishtat e mshiruesit, sikur të ishin një zemër e vetme, të cilat ai i rrotullon ka të doj. Pra tregon që zemrat pra ndryshojnë dhe rrotullohen. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam e kishte një zakon dhe adet në jetën e tij, e bënte një dua ku thonte ya muqallibal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. O rrotullues i zemrave, na i ndrysho zemrat tona drejt bindjes dhe adhurimit tënd. Pra, pejgamberi sallam lutej me një lutje që thonte o ti rrotullues i zemrave, na i ndrysho dhe na i rrotullo zemrat tona drejt bindjes dhe adhurimit tënd. Pra kjo tregon se zemra është quajtur zemër për shkak se rrotullohet dhe ndryshon varësisht prej gjendjeve dhe rrethonave. Gjithashtu, disa dietarë thonë se zemra është quajtur zemër për shkak se është organi më i pastërt në trup dhe është esenca e trupit. Dhe disa të tjerë thonë se zemra është quajtur zemër sepse është e vendosur përmbys në trupin e njeriut. Allahu e din më së miri. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në një shkputje të shkurtër për të vazhduar me temën tonë për zemrën. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke trajtuar
në serinë tonë të tanishme, në takimin tonë të parë, për zemrën e cila sëmurët, për zemrën e cila mund të dobësohet në aspektin shpirtëror nga sëmundjet e ndryshme, e të cilat me lejnë e Zotit do t'i trajtojmë hap pas hapi, duke u munduar që të përmisojmë vetveten tonë së pari, e pastaj edhe ju të përfitoni nga këto fjalit të cilat do t'i themi për sëmundjet e zemrës në aspektin shpirtëror. Andaj, zemra të nderuar vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, është përmendur në Kur'anin fa më madh, në ajete të ndryshme, gjithashtu edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket Kur'anit fa më lartë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur në disa prej ajeteve kuranore, siç është fjala e Allahut azza wa jall, "Men khashiya ar-rahmana bil ghaib aw jaa bi qalbin munib." Ta Allah azza wa jall dhe ata të cilët e patën frikë të gjithëmshirshmin Allahun azza wa jall, pa e parë atë në ghaib, pa e parë atë, dhe erdhen me një zemër të përkushtuar dhe me pendim. Pra Allahu azza wa jall e përmendi këtu zemrën, dhe ata të cilët erdhen me zemër, pra dhe ata të cilët e patën frikë Allahun azza wa jall, me atë që është e padukshme, që nuk shihet Allahu subhanahu ta'ala, wa jaa bi qalbin munib, dhe erdhi me një zemër të pastër, të përkushtuar dhe me një pendim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në njërën prej ajeteve kuranore në surën Qaf, "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid." Me të vërtetë kjo është një përkujtim i vërtetë për ata të cilët kanë zemër ose që dëgjojnë mirë dhe janë dëshmitar, pra janë dëshmues dhe duke qenë të vëmendshëm. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Anfal, thot "Ma ja'ala Allahu fi rajulaini min qalbih." Thot Allahu azza wa jall nuk ka sjell për ndonjë njeri që është me dy zemra në trupin e tij. Dhe në disa libra të tefsirit përmendet se ky ajet kuranor ka zbritur për një burr te Kurejshetët, i cili pretendonte se i ka dy zemra në trupin e tij, që të dyja me mendje të shëndosh. Dhe për këtë arsye Allah azza wa jall e zbret këtë ajet kuranor si për gënjeshtrim për të, sepse Allah azza wa jall ka krijuar vetëm një zemër, qoftë për gjallësat në përgjithësi që janë njerëzit, ose për gjallësat e tjera, pra prej llojit të kafshëve, të shpesve e kështu me radhë. Zemër të nderuar vëllezër besimtar, Kurani famlar të përmend edhe në aspektin e gjoksit dhe krahërorit. Thot Allah azza wa jall, "Wallahu alimun bi dhati as-sudur." Allahu e din se çka ka në mes të krahërorit, pra në gjoks, e që është për qëllim zemra. Gjithashtu Allahu azza wa jall thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadhalika linuthabbita bihi fuadak." Dhe kështu neve ta zbretëm Kur'anin në mënyrë që ta përforcojmë zemrën tënde, pra gjoksin tënd, që është për qëllim zemra. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala dhe në surën Furqan, edhe në ajete tjera si në surën Inshirah, Allahu azza wa jall thot, "Alam nashrah laka sadrak." A nuk ta zgjeruam ne gjoksin tënd, pra zemrën tënde, ashtu siç e kanë komentuar edhe dietarët e Islamit. Fjala zemër, qalb në gjuhën arabe, ose fuad, ose sadr, krahëror, gjoks, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, është përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe baza kryesore është hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh." Më të vërtetë në trupin e njeriu qëndron një copë mishi, një pjesë, një organ. Në qoftë se ai organ është mirë dhe i shëndosh, edhe pjesët e tjera të trupit do të jenë të shëndosha. E në qoftë se ajo nuk është të shëndosh, atëherë edhe pjesët e tjera të trupit
nuk do t'jenë të shëndosha. Dhe kjo mund të kuptohet edhe në aspektin mjekësor, sepse në qoftë se zemra nuk është mirë, atëherë komplet trupi ka qalim dhe komplet trupi të nderuar vëllezër pra ka mangësi dhe mund të kuptohet edhe në aspektin shpirtëror. Në qoftë se zemra nuk është të shëndosh, nga sëmundjet e ndryshme prej mendimallësisë, xhelozisë, zilisë, inatit, smirës, vetpëlqimit të kështu me radhë dhe pasimit të epshit, atëherë do të dëmtohen dhe do të sëmuren edhe gjymtyret e tjera të cilat shkojnë drejt haramit. Si rezultat i kësaj zemre të sëmur, e cila është e brendshme, kurse gjymtyret janë ato të cilat e shprehin. Andaj sëmundjet e zemrës së nderuar vëllezër nuk duken me skaner, por janë ato gjymtyrë të cilat i shprehin me veprime sëmundjet e brendshme që janë të padukshme e të cilat i kemi emërtuar si sëmundjet e zemrës. Gjithashtu, zemra thamë se është burimi i mendjes dhe arsyes. Për këtë arsye një pjesë e madhe dietarëve mendojnë se zemra është vendi i arsyes dhe i mendjes e nuk është truri. Dhe për këtë Allahu Azza wa Jall thot në njërin prej ajeteve kuranore, a nuk kanë udhëtuar ata në tokë dhe a nuk kanë zemra që kuptojnë e a nuk kanë vesh që dëgjojnë. Pra a nuk kanë zemra që kuptojnë për të treguar që këto zemra burimin e arsyes e kanë aty. Dhe mendja dhe logjika dhe arsyeja pra e kanë si bazament zemrën në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye Ibn Taymija, Allah mëshiroft, thot, me arsyen mund të jetë për qëllim një forcë inspiruese tek njeriu, me të cilin ai arsyeton dhe mund të jetë për qëllim një shpirt që arsyeton dhe di. Pra, me atë që Allah Azza wa Jall e quajti zemër që ka mendje dhe që arsyeton dhe ka arsye, pra është për qëllim një forcë inspiruese që arsyeton. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, edhe një gjë e rëndësishme për të cekur është se Ibn Taymija dhe nxënësit Ibn al-Qayyim, të cilët janë prej njerëzve të cilët më shumë i kanë trajtuar sëmundjet e zemrës, saqë Ibn Taymija ka dhe një libër Amradul Qulub wa Ilajuha, e ka sëmundjet e zemrës dhe shërimi, kurimi i tyre, dhe Ibn al-Qayyim në plot librat e tij e ka trajtuar sëmundjet e zemrës dhe janë bazë në këtë tematik. Ata të nderuar vëllezër besimtar kanë konsideruar se zemra ka fjalë dhe ka punë që kryhen nga ajo. Për atë, ata nuk kanë dhënë një përkufizim të prerë për fjalët e zemrës dhe punët e saj. Por Ibn Taymija, Zoti qoftë i kënaqur, e përdor shembullin pra të fjalët e zemrës që janë besimi dhe përgënjeshtrimi dhe dashuria dhe urrejtja si punët e zemrës. Pra Ibn Taymija mendon se fjalët e zemrës janë besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala, dashuria, besimi ndaj tij, palëkundshmëria ndaj tij, dhe të njëjtën kohë fjalë e zemrës konsiderohet edhe përgënjeshtrimi apo mohimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse pastaj, nëse beson ti edhe dashuron. Dashuria nënkupton punë të zemrës. E nëse mohon Allahun azza wa jall dhe përgënjeshtron, urrejtja ndaj Zotit nënkupton punë të zemrës, andaj këto janë pra dallimet. Fjalët e zemrës janë besimi dhe përgënjeshtrimi, kurse puna e zemrës konsiderohet dashuria dhe urrejtja varësisht se në çfarë pozicioni ka rënë njeriu. Andaj, sipas Ibn Taymijas, fjalët e zemrës dhe punët e saj ndahen në 3 lloje. E para, diçka që është e mirë apo e keqe në vetvete. E dyta, diçka që nuk është e keqe në vetvete derisa të veprohet, pra nuk është e keqe në vetvete derisa të veprohet, dhe kjo e keqja ki mundësi me ba, dhe e treta, diçka që s'ki e ki të pamundshme me kry, por është njësoj sikur se me kry, dhe kjo është njësoj si e mirja, si e keqja në rastin e mundësisë së kryerjes. Lloji i parë të nderuar vëllezër, pra lidhet me besimin, lidhet
me përgënjeshtrimin, dashurinë, urrejtjen dhe rezultatet që vijnë prej këtyre. Me këto gjëra, pra, kur njeri beson, vjen rezultati i xhenetit dhe shpërblimit. Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, me të vërtetë rezultat i tyre i shpërblimit do të jetë xhenetet që janë vendbanim që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall për këta njerëz. Inna alladhina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha. Dhe ata të cilët kanë mohuar do të jenë përgjithmonë në zjarrin e xhehenamit. Andaj, pra të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, pra varësisht prej veprimeve që i bën njeriu, qoftë nga ana e besimit shpërblehet, qoftë nga ana e mohimit, ai do të dënohet tek Allahu Azza wa Jall, wa ma kana rabbuka bidhallamin lil abid, dhe kërkujt nuk i bëhet pa drejtësi në ditën e gjykimit. Dhe lloji i dytë dhe lloji i tretë nderuar vëllezër më shumë kanë të bëjnë pra me ato veprime të cilat janë gjunahe të zakonshme, siç janë prostitucioni, alkooli, bigjozi, kamata, vrasja e gjëra të ndryshme, pra ku Allah Azza wa Jall na ka ndaluar prej tyre. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që edhe nëse bëhen këto gjunahe, kjo nuk e mohon pra besimin e Allahun subhanahu wa taala, përkundër që njeriu mund të mbushet me gjunahe, mund të dënohet, mirë po nuk e mohon atë që është baza e besimit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pra kush do që vdes dhe ka dëshmuar në fjalën la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, tha, ose kush është fjala e tij e fundit la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah me besim të pastër, ai do të futet në xhenet. Dhe gjithashtu dhe dietarët e tjerë kanë komentuar pra fjalët e zemrës dhe kanë komentuar edhe veprimet e zemrës. Andaj të nderuar vëllezër, pra është e rëndësishme fjala e zemrës, por është e rëndësishme edhe puna e zemrës, sepse shpeshherë njerëzit pra mund të bëjnë veprime të cilat janë të kundërta me fjalët e tyre, ose mund të flasin fjalë të cilët janë të kundërta me veprimet e tyre. Për këtë arsye, munafikët të nderuar vëllezër me fjalët e tyre dëshmuan që dojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, mirë po me zemrat dhe me veprimet e tyre e mohuan Allahun Azza wa Jall. Andaj këtu duhet të shkojnë në proporcion me njëra tjetrën. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall zbriti në surën El Munafiqun që thot Allahu subhanahu wa taala për munafiqun thot idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul Allah. Kur të erdhën ty munafiqët dhe hipokritët dhe thanë, ne dëshmojmë që me të vërtetë ti je pejgamberi i Allahut. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Allah e din që ti je pejgamberi i tij. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Dhe me të vërtetë Allahu dëshmon që hipokritët po gënjejnë, pra fjalët e tyre nuk janë të vërteta, sepse zemrat e tyre dhe veprimet e tyre janë të kundërta me fjalët që ata i pretendojnë dhe që ata i thojnë. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, kjo ishte një hyrje dhe rezume e shkurtër për atë që quajmë zemër. Dhe në takimin tonë të radhës do të fokusohemi për 3 llojet e zemrave që i kanë përmendur dietarët e Islamit, e cilat janë ato do ta kuptojmë në takimin tonë të radhës. Deri atëherë ju lëm në mbështetjen dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.